Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra. Ka kaluar një javë nga përfundimi i muajit begat të Ramazanit. Zoti i gjithësisë na dhuroi një muaj të plot, të mbushur me mirësi, me begati, një muaj ku ata të cilët u përpoqën që të adhuronin Zotin e gjithësisë, zemrat e tyre u gëzuan jashtëzakonisht shumë në ditën e Fitr Bajramit, dhe ata të cilët neglizhuan në adhurimin e tyre, sigurisht që ndjen një pendesë dhe një keqardhje që pse nuk arritën dot ta shfrytëzonin këtë mundësi të artë, këtë mundësi të madhe që na dha Zoti i gjithësisë. Por Allahu Xhelleshanhu ka vendosur adhurime të ndryshme në kohë të ndryshme. Stinët e adhurimit Allahut janë të ndryshme. Allahu na thot në Kur'an: "Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Kur të përfundosh një punë, një detyrë, kur lirohesh nga një punë, nga një detyrë, atëherë çfarë duhet bësh? Menjëherë duhet fillosh një punë tjetër, duhet fillosh një detyrë tjetër dhe të kërkosh me ngulm, me dëshirë të madhe atë që është tek Zoti i gjithësisë. Kështu është edhe jeta e besimtarit mbi sipërfaqen e tokës. Ai është vazhdimisht në adhurim të Zotit. Është vazhdimisht në kërkimin e të mirës dhe nuk ngopet nga kërkimi i të mirës, thot pejgamberi alayhis salam, derisa vdekja t'i vijë atij. Besimtari është gjithmonë vigjilent ndaj punëve të këqija, ndaj harameve, ndaj gjërave që i ka ndaluar Zoti i gjithësisë. Qoftë kjo në Ramazan, por qoftë edhe jashtë Ramazanit. Sidoqoftë në atë muaj të begat, ne arritëm që të kultivonim disa vepra të mira për veten tonë, të grumbullonim disa vepra të mira, të kultivonim disa cilësi të mira, duke qenë më të kujdesshëm ndaj adhurimeve tona, duke qenë më afër me Zotin e gjithësisë, duke qenë më larg atyre gjërave që Zoti i madhëruar na i kishte ndaluar. Ne u përpoqëm secili sipas mundësisë së tij që të arrinte në këtë lloj niveli, në këtë lloj grade. Por pyetja që shtrohet është se çfarë vjen pas muajit begat të Ramazanit. Se si është jeta e një besimtari pasi ka përfunduar një stin, një muaj kaq i rëndësishëm adhurimi. Çfarë ndjen besimtari pasi Ramazani ka përfunduar? Sigurisht Allahu na mëson në Kur'anin famullar. Na flet për besimtarët ku thot: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ata të cilët japin, thot Zoti i madhëruar, për asaj që ne i kemi dhënë, dhe sërish zemrat e tyre janë të trembura, janë të dritëruara se ata do të kthehen tek Zoti i gjithësisë. Aisha radiallahu anha i tha: "O pejgamberi Allahut, kush janë këta njerëz? A mos janë ata që janë neglizhent ndaj adhurimit të tyre, ata që bëjnë punë të këqija, ata që grabisin, ata që vjedhin pasuritë e njerëzve të tjerë?" I tha: "La ya binti Siddiqa." Jo, o vajza e të sinqertit, e të drejtit, vajza e Abu Bekrit radiallahu anhu, nuk janë këta, thot. Janë ata që falen, ata që agjërojnë, ata që bëjnë vepra të mira dhe sërish friksohen se a janë të pranuara veprat e tyre tek Zoti i gjithësisë apo jo. A ishte vepra jone pastër sa duhet? A ishte në ndjeshmërinë e duhur? A ishte e plotësuar sipas rregullave dhe kushteve? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu e pranon për atyre, vetëm për atyre që janë të devotshëm. Ky është synimi i besimtarit, ky ishte qëllimi i Ramazanit dhe agjërimit, ishte la'allakum tattaqun, që ju të arrini devotshmërinë, që ju të bëheni më të devotshëm. Jeta pas Ramazanit nuk do të jetë e njëjtë, nuk është e njëjta mundësi. Nuk janë të njëjtat kushte, nuk janë sërish të lidhur shejtanët, nuk vazhdon në njëjta nxitje edhe nga njerëzit që ne kemi përreth, do të ketë një vështirësi. Por fillimi i vërtet është pasi Ramazani ka përfunduar. Fillimi i vërtet, sfida e vërtet është pasi Ramazani ka përfunduar, duke shtruar pyetjen: a do të vazhdosh njësoj pas Ramazanit, apo do të kthehesh sërish atje ku ishe përpara muajit begat të Ramazanit? A do të vazhdosh të ndërtosh mbi veprat e mira, të shtosh? A do vazhdosh në të njëjtën linjë sërish?
Apo do të kthehesh edhe një herë aty ku ishe përpara muajit të begat të Ramazanit? A do ta çosh dëm atë kapital që grumbullove, atë mund që hodhe në muajin e begat të Ramazanit, siç tregon Zoti i Gjithësisë në Kur'anin famëlar, shembullin e asaj gruaje, e cila në fakt nuk kishte problemet e saj mendore. Dhe thot ajo gjithë ditën e thurte, atë robën, atë copën e pëlhurës e thurte gjithë ditën, thot bikue, ta me një fuqi të madhe, me një përpjekje të jashtëzakonshme. Dhe kur vinte mbrëmja thot e shefte atë të gjithën nga fillimi. Pra ç'vlerë kishte koha e saj, nuk kishte asnjë lloj vlere. Ç'vlerë kishte mundi i saj, nuk kishte asnjë lloj vlere sepse ajo e shkatroi atë që kishte ndërtuar me duart e saj. Ky do të jetë rezultati ynë. Shembulli dhe fillimi ynë, në qoftë se ne nuk do ta ruajmë atë që grumbulluam në muajin e begat të Ramazanit. Dhe kjo është sfida. A do të vazhdosh dot më të agjërosh? A do të vazhdosh të ruash sërish njësoj nga gjunahet? A do të vazhdosh me namazin e natës? A do të vazhdosh me sadakan? A do të vazhdosh me leximin e Kur'anit? Kjo është produkti i vërtet që duhet sjellë çdo Ramazan në jetën tonë. Ku çdo vit ne jemi më afër me Zotin. Ku pas çdo Ramazani ne bëhemi më të mirë se që ishim një vit më herët. Dhe kështu besimtari do të jetë në lartësim dhe në ngjitje të vazhdueshme, sepse ajo që vjen pas Ramazanit duhet të jetë ruajtja e asaj që ne grumbulluam në Ramazan. Dhe lutja që Allahu ta ketë pranuar veprën tonë. Dhe shenjë e pranimit të veprës është vepra e mirë që vjen pas saj. Është që Allahu të të frymëzoj veprat e mira edhe pasi kaloi stinga e Ramazanit, edhe pasi kaloi muaji i Ramazanit, nëse ti do të bën vepër të mirë, kjo është një shenjë e rëndësishme që ti je në linjën e duhur, që ti ke përfituar nga mësimet e Ramazanit, që ti nuk e kufizove Ramazanin si koncept vetëm brenda një muaji, por Ramazani për ty vazhdon. Ramazani për ne vazhdon, agjërimi për ne vazhdon, ruajtja nga gjunahet për ne vazhdon, lidhja me Zotin vazhdon për ne, namazi i natës duhet vazhdoj për ne, leximi i Kuranit, sadakaja, mirësjellja, Ramazani vazhdon për ne në këtë lloj kuptimi, në këtë lloj koncepti. Ai si muaj përfundoi, por mësimet e tij vazhdojnë. Frytet e tij ne duhet të shijojmë gjatë gjithë vitit. Se Allahu thotë e dhuron një muaj që të rregulloj vitin tënd, që të fal gjunahet, gabimet që ti ke bërë në pjesën tjetër të vitit. E nëse Allahu pa çfarë bën pasi ka përfunduar vepra, e para lutesh që Allahu ta ketë pranuar atë. E dyta çfarë bën? E falenderon Zotin e gjithësisë. E falenderon që Allahu ta mundsoi që ti ta arrijë Ramazanin. Ajo që ne luteshim shumë, ta mundsoj që ti të agjëroje, që ti të falesh në netët e tij, që ti të bëje vepra të mira, ai sa ta mundsoj Zoti i gjithësisë. Por këtë falënderim ne nuk e lëm vetëm në gjuhë. Këtë falënderim ne tregojmë me këto punë të mira, me agjërim sërish. Pra agjërojmë se Allahu na mundsoi të agjëronim Ramazanin. Japim sadaka se Allahu na mundsoi që të japim sadaka. Falemi sërish që jemi të vazhdueshëm, pra falënderimi për mirësitë bëhet sërish me punë të mira. Bëhet sërish me vepra të mira. Shumë prej të parëve të këtij ummeti, nëse Allahu do t'ia mundsonte që një natë para të çoheshin për të falur namazin e natës, ata thoshin në shenjë falënderimi që Allahu ma mundsoi një vepër të tillë, unë do të agjëroj ditën që vjen më pas. Pra falënderimi ishte me vepër. Falënderimi ishte me vepër e cila pasonte pas një të mire që ata kishin bërë më herët. Dikush shkoi tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, më thuaj në Islam një fjalë, një këshill, më jep një orientim që unë s'do të kem më nevojë të pyes askënd pas teje. Patjetër një këshill përmbledhse, e mjaftueshme për mua, mos kem nevojë të pyes më njëri tjetër pas teje." I tha: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj i besova Allahut dhe pastaj qëndro mbi këtë fjalë. Dhe pastaj bëu i qëndrueshëm në këtë fjalë. Nëse ti thua dhe beson, e shpreh i besova Allahut, i besova fort Zotit gjithësisë, e njoh Zotin, e dua Zotin, e adhuroj Zotin, e pranoj atë si Zotin tim, si krijuesin tim, si furnizuesin tim, si ringjallësin tim. Thumma istaqim. Por çfarë vjen pas kësaj fjale? Do të vi ajo që e vërteton këtë fjalë.
Ajo që tregon që kjo fjalë po ka zënë vend në zemrën tënde. Ti e ndjen thellë të fjalë, ti e beson vërtet këtë fjalë. Ti tani mundohesh ta realizosh këtë fjalë, ta tregosh. Thumma istaqim, ti qëndron në një linjë, qëndron në rrugën e drejtë. Qëndron i vazhdueshëm në vepra të mira dhe për këtë është shpërblimi madhështor. Allahu thot në Kur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata që thonë Zoti ynë është Allahu. Thumma istaqamu. Dhe më pas qëndrojnë në këtë linjë, janë të vazhdueshëm në rrugën e drejtë, janë të qëndrueshëm në këtë rrugë, tatanazzalu alejhimul malaika. Në prag të vdekjes engjëjt i zbresin vazhdimisht dhe çfarë u thonë? Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. As mos u friksoni për atë që vjen pas, sepse ju keni punuar në atë botë. Mos u friksoni. Wala tahzanu, as mos u pikëlloni për atë që keni lënë pas vetes suaj. Ajo është sërish në duart në kujdesin e Zotit gjithësisë. Wa abshiru, dhe gëzohuni, lumturohuni dhe përgëzohuni me xhenetin i cili ju është premtuar juve për ata që janë të vazhdueshëm. Për ata që qëndrojnë mbi këtë fjalë. Për ata që përpiqen të qëndrojnë pas fjalëve dhe premtimeve të tyre. Ne thamë se Ramazani si muaj përfundoi. Por Ramazani për besimtarin, kuptimi i tij, mesazhet e tij, domethënia e tij, simbolika e tij nuk përfundon asnjëherë. Dhe si thot shprehja, ai që jeton gjithë jetën sikur të jetë në Ramazan, vdekja do të jetë bajrami për të. Qofse jetojmë gjithë jetën sikur është Ramazan, duke u ruajtur nga gabimet, duke qenë vigjilent dhe të kujdesshëm, bajrami ynë do të jetë vdekja. Do të jetë dita ku ne do të takohemi me Zotin e gjithësisë. Dhe vazhdimi i adhurimit, i agjërimit. Na tregon pejgamberi alayhis salam në hadithin e njohur ku thot: "Men sama Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr." Kush agjeron Ramazanin thot dhe pason me 6 ditë nga muaji Shawwal, është sikurse të ketë agjëruar gjithë vitin. Shpërblimi i Ramazanit është sa shpërblimi i 10 muajve, thonë dietarët. Dhe shpërblimi i këtyre 6 ditëve do të plotësojë 12 muajt, pa do të plotësojë 1 vit. Shpërblim agjërimi për njeriu, por mbi të gjitha ky hadith na tregon se agjërimi vazhdon. Mos e ndërpre veprën e mirë pasi ajo ka përfunduar. Pasi ka përfunduar momenti dhe koha e saj, ti mos e ndërpre. Sepse fitimi i vërtet është nëse ti e vazhdon. Nëse ti e ke bërë atë pjesë tjetër tënde. Mos e hidh poshtë mundin tënd, mos u shkëput kaq shpejt. Mos bëj ndryshim të madh, sepse Allahu çfarë na thot në Kur'an? Urdhri i parë, thon dietarët, që Allahu shpalli në Kur'an, cili është: "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum." O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj. Çfarë do thot adhurojeni Zotin tuaj? Kanë komentuar disa prej dietarëve dhe kanë thënë: thirrja e parë thot, kuptimi i parë i ajetit, niveli i parë i kuptuar të këtij ajeti është se po thret ata që nuk e adhurojnë Zotin. Ata që nuk e njohin Zotin. E janë dhe njiheni Zotin tuaj. E janë dhe adhurojeni Zotin tuaj. E janë dhe bën disa vepra, disa punë të mira për shpirtin tuaj. Niveli i dytë thot, o ju që adhuroni Zotin, pa o ju besimtarë. Cila është thirrja për ne? Sepse ne aktualisht e adhurojmë Zotin. Juve thot, kuptimi i ajetit ju thot, shtojeni adhurimin tuaj. Shtojeni vazhdimisht adhurimin tuaj. Sa më shumë jeton, sa më shumë kupton, sa më shumë Ramazane kalojnë, më shumë shtohet përgjegjësia jonë. Shtojeni thot adhurimin tuaj. Dhe kuptimi i tretë i ajetit çfarë është? Pasi e keni shtuar adhurimin tuaj, bëhuni të qëndrueshëm në të. Pra mos bëni më hapa pas. Mos pranoni që të rrëzoheni, mos pranoni që të bini. Sepse të arrish në një nivel të lartë, në një grad të lartë, siç ndoshta ne kemi përjetuar ato momentet tona të gëzimit dhe të lumturisë dhe të afërsisë me Zotin në muajin e begatë Ramazanit, kjo është e mundur dhe është e lehtë për njeriu. Që të arrijë pra njeriu të ngjitet në maj është e lehtë thon, por që të qëndrojë atje është shumë e vështirë. Që të arrijë diçka, një post caktuar, një pozicion caktuar, është e lehtë, pra është e mundshme, por që ta ruaj, të qëndrojë atje i palëkundur, kjo është sfida e vërtetë. Kjo është vështirësia e vërtetë që ne të arrijmë të ruajmë ato mirësi dhe ato begati, ato cilësi që ne fituam gjatë muajit begat Ramazanit. Meqense kjo është shumë e vështirë,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutja që bënte më shumëti çfarë ishte? Lutja ku ai thoshte Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o rrotulluesi i zemrave, ma bëj zemrën time të qëndrueshme në këtë fe, ma bëj zemrën time të qëndrueshme në bindje, në adhurimin ndaj Teje. Të vazhdosh të jesh i qëndrueshëm. Ata që thonë Zoti ynë është Allahu, dhe më thumë staqamu, dhe më pas qëndrojnë në këtë rrugë, qëndrojnë në këtë linjë. Ata që thonë i besova Allahut, dhe më pas bëhen të qëndrueshëm, për ta do të jetë shpërblimi madhështor i Zotit gjithësisë. Dhe kjo është jeta e besimtarit pasi përfundon muaji i begatë i Ramazanit. Absolutisht që mundësit dhe mirësit nuk janë të kufizuara vetëm në muajin e begatë të Ramazanit. Siç e theksuam dhe në ligjëratën përpara xumas, vetëm një nga këto sekrete kishte fshehur Zoti në Ramazan, që ishte nata e Kadrit. Ndërkohë sekretet e tjera, për shembull, përgjigjja e lutjes është në çdo ditë xumaje. Ai momenti ku Allahu thotë që unë nuk refuzoj lutjen për robët tim. Ai momenti i fundit të natës është në çdo natë të jetës sonë. Kërkimi i emrit më të madh të Zotit gjithësisë bëhet në çdo moment mes të gjithë emrave të Tij. Për kujdesja ndaj namazit, siç ai na thot, kujdesuni për namazet dhe kujdesuni për namazin e mesit, ne e kërkojmë mes gjithë namazeve. Ajo vepra që ne kërkojmë që do të bëhet shkak për të futur në xhennet, e kërkojmë dhe jashtë muajit të begatë Ramazanit. Ajo vepër që ne i druhemi dhe i friksohemi se mos bëhet shkak që ne të hidhemi në zjarrin e xhenemit, i ruhemi asaj vepre. Do të thotë ruhemi nga çdo e keqe. Përpiqemi të ruhemi nga çdo gjë që ka ndaluar Zoti i gjithësisë. Dhe ata njerëz thotë evliat, të dashurit, miqtë e Tij, i ka fshehur thot midis popullit, midis njerëzve, dhe askush nuk e di se cili prej tyre është ueli i afërt me Zotin e gjithësisë, prandaj Ti i trajton njësoj, i respekton njësoj, kujdesesh njësoj për gjithë secilin prej tyre. Mirësia e Allahut është e gjerë. Falja e Zotit është edhe pas muajit begat Ramazanit. Jeta jonë adhurimore vazhdon edhe pasi është larguar ky muaj, duke të treguar ne që vërtet përfituam nga mësimet e Ramazanit. Dhe kjo bëhet duke agjëruar 6 ditët e muajit Shawal, duke u përpjekur të agjërojmë ditët e hëna dhe ditët e enjte, duke u përpjekur të agjërojmë 3 ditët e mesit të muajit, ditët e ndritshme, ditët e bardha, në mënyrë që të ketë nur, të ketë dritë edhe në zemrat tona, të ketë dritë edhe në jetën tonë, sepse kuptimi i jetës është nëse brenda saj ka adhurim të Zotit, brenda saj ka vepra të mira, brenda saj ka namaz, ka agjërim nafile, ka punë vullnetare që ne bëjmë për Zotin e gjithësisë, të cilat na afrojnë më shumë tek Allahu xhalleshanhu. Ne në Ramazan e kuptuam mirë që kënaqësia e jetës qëndron kur ne jemi në rrugt të Zotit. Kur ne jemi në adhurim të Zotit, kur ne jemi më afër me Zotin, atëherë i njëjti kuptim, e njëjti emocion, e njëjta gjendje vlen edhe pas muajit begat të Ramazanit. Ajo ishte një mundësi që ne të lartësoheshim më shpejt, që ne të arrinim më shumë brenda një kohe të shkurtër. Por sfida fillon pasi ky muaj ka përfunduar. Sa do të jemi në gjendje të ruajmë ato vepra të mira, të ruajmë ato cilësi, sa do të jemi në gjendje të jemi të vazhdueshëm në punë të mira, të jemi të qëndrueshëm në këtë rrugë, ashtu sikur se ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur se na mësonte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur se ata ishin midis frikës edhe shpresës, momenti që përfundonte një punë e mirë, momenti që përfundonte agjërimi, sepse trembeshin, ai kishte pranuar vallë Zoti i gjithësisë për tyre. Dhe që të fitosh më shumë siguri te kjo pjesë e pranimit, duhet ta shoqërosh me punë të mira, duhet ta shoqërosh me vepra të mira. Kurse si nuk duhet ndalesh në këtë rrugë. Çdo ditë, pa koncepti i kohës për besimtare nuk është thjesht e shkuara, e tashmja dhe ardhmja. Koncepti i kohës për besimtarin është se ai duhet të jetë gjithmonë në ngjitje sipër. Gjithmonë lartësim drejt Zotit të gjithësisë. Gjithmonë duke kërkuar mënyrat dhe rrugët që afrojnë më shumë me Allahun xhalleshanhu. Gjithmonë duke u përpjekur për atë që Allahu thot në Kur'an, pasi betohet
wash-shamsi wa duhaha wal qamari wa ma. Pasi betohet Zoti i gjithësisë në shumë krijesa të tij madhështore, çfarë thot? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai i cili e pastron veten e tij dhe ka humbur ai i cili e dëmton apo e ndot veten e tij. Dhe si pastrohet vetja? Si pastrohet nefsi? Pastrohet me agjërim, pastrohet me namaz, pastrohet me dhikr, pastrohet me lexim Kurani, pastrohet me lutje, me dua. Nuk është i lehtë ky proces. Është i vështirë ky proces. Për sa kohë shpëtimi varet te ky rezultat, te ky përfundim, do të thotë që ky është një proces i vështirë. Do të thotë që ke nevojë gjithkohës të jesh vigjilent, të jesh i kujdesshëm dhe të gumbullosh sa të mundesh prej veprave të mira, po jo vetëm në sasi, por edhe në cilësi. Të shohësh si është zemra jote, sa ndikohet zemra jote, kur përmendet emri i Zotit, kur falesh, kur agjëron, kur lexon Kuranin, kur shkon në umre, kur jep sadakan, kur bën punë të mira, sa i gjallë është zemra jote. Çfarë është impakti që ajo vepër ka në zemrën tënde? Kjo është më e rëndësishme. Përtej shpërblimit dhe sevapit është ndikimi dhe gjurma që ajo lë tek zemra jote. Dhe në këtë lloj kuptimi ne trembemi shumë kur shohim që pas Ramazanit bien fuqitë tona, bien energjitë tona, shtohet largësia jonë ndaj të mirës. Dhe frika është sa ishte vërtet impakti i Ramazanit, ndikimi i Ramazanit tek jeta jonë, tek përditshmëria jonë, tek zemra jonë. Dhe ndikimi i vërtet është kur zemra do të afrohet më shumë, do të pastrohet më shumë, do të shkëlqejë më shumë, që ajo të ketë fuqinë që neve na ndriçojë, na udhëzojë jetën tonë, veprimet tona, vendimet tona, fjalët tona. Kjo është rruga e besimtarit, kjo është rruga e kësaj feje. Rruga që na la pas pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Suneti i tij, tradita e tij, për cilën dietarët thonë, në çdo praktik, në çdo sunet pejgamberit alayhis salam, Allahu ka vendosur një nur, ka vendosur një dritë, e cila të udhëheq në jetë, e cila të ndriçon. Prandaj sa herë që e praktikon një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundohesh ta praktikosh, ta ndjekësh një sunet, përveç se e forcon lidhjen që ti ke me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka Allahu vendos një bereqet atje tek jeta jote, tek veprimtaria jote, tek puna jote, tek pasuria jote. Ajo që ne sot kemi shumë nevojë, se nuk po shohim dot bereqetin e kohës, nuk po shohim dot bereqetin e jetës, nuk po shohim dot bereqetin e familjes, të punës, të pasurisë. Sepse ndoshta nuk po jetojmë sipas shembullit pejgamberit alayhis salam. Ndoshta nuk po kemi ndjeshmërinë e duhur ndaj trashëgimisë që ai na la pas. E kur ta përvetësosh të trashëgimi, kur ta përqafosh fort të trashëgimi, ta bësh pjesë jetës tënde, atëherë pritë bereqetin, atëherë pritë dritën, atëherë pritë mbarësinë dhe pritë mirësinë nga Zoti i gjithësisë. Sepse Allahu e çoi atë si mëshirë për gjithë botën. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar ty vetëm si mëshirë për botën. Prandaj çdo adhurim, çdo shembull, çdo praktikë që ai na la pas është e dashur për besimtarin, sepse ajo ka kuptim të vërtetë. Siç ishte Bajrami për ne, siç është Bajrami për besimtarin, nuk është thjesht një moment gëzimi dhe argëtimi dhe konsumimi të ushqimit. Ai ka një kuptim shumë të madh. Ai ka kuptimin e faljes, ka kuptimin e mëshirës, ka kuptimin e afrimit me Zotin e gjithësisë. Pra adhurimet që ne bëjmë, veprat e mira që ne bëjmë, duhet të jenë ngulitura thellë në zemrën tonë, karakterin tonë, në ambientin ku ne i veprojmë ato vepra, duke treguar vërtetësinë dhe bindjen tonë ndaj Zotit të madhëruar. Elusim Allahun na ketë pranuar agjërimin tonë, namazin tonë, sadakat tona, leximin tonë të Kuranit, adhurimet që ne bëjmë muajin e begat të Ramazanit, të jenë gjitha këto të pranuara tek Zoti i gjithësisë. Elusim Allahun Zotin e madhëruar që ta mundsojë që të jemi njësoj të kujdesshëm
dhe njësoj të devotshëm edhe pasi ka përfunduar muaji i begat i Ramazanit, duke vazhduar në vepra të mira, duke vazhduar në punë të mira, duke vazhduar në cilësi të mira. E lutim Zotin t'i forcojë dhe t'i bëjë zemrat tona të qëndrueshme në këtë fe. E lutim Zotin e gjithësisë na përgëzoj të gjithëve me atë përgëzim për ata besimtarë që thonë dhe besojnë që Zoti i hyrë është Allahu, dhe më pas qëndrojnë në këtë rrugë, Allahu t'i përgëzojë me anë të engjëve të Tij, që për këta njerëz nuk ka frikë për të ardhmen dhe nuk ka pikëllim për të shkuar, sepse përgëzimi i tyre, përfundimi i tyre do të jetë kënaqësia e Allahut, do të jetë xheneti, do të jetë shpërblimi i Zotit të gjithësisë. E lutim Allahun na mbajë gjithmonë të bashkuar, të lidhur me njëri tjetrin, të bëhemi ndihmë dhe mbështetje për njëri tjetrin në këtë rrugë të besimit, në këtë rrugë të adhurimit të Zotit të gjithësisë. Na bëj Zoti për atyre çelësave, të cilët hapin dyert e mirësisë, dhe na bëj për atyre kyçave, drynëve, të cilët mbyllin dyert e të këqijave. E lutim Zotin e gjithësisë na mundsoj të jetojmë si muslimanë, të vdesim si besimtarë, e të ringjallemi me këtë dëshmi në ditën kur të dalim përpara Tij. E lutim Allahun na ndihmojë neve, të ndihmojë gjithë besimtarët muslimanë kudo që ndodhen. E lutim Zotin na fal, na mëshiroj, na beqatoj të gjithëve. E lutim Allahun që ta bëj xhenetin përfundimin tonë, na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.